Ministri i Punëve të Jashtme në mandatin teknik të Serbisë, Marko Gjuić, ka deklaruar se situata në Kosovë po përkeqësohet dhe se parimet ndërkombëtare duhet të respektohen në mënyrë të barabartë dhe të vazhdueshme, transmeton Anadolu. Gjuić foli në seancën e Këshillit të Sigurimit në New York, e cila po shqyrton raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, për punën e misionit të OKB-s në Kosovë, UNMIK, për periudhën nga shtatori i vitit të kaluar deri në mars të këtij viti. Gjuić theksoi se qëndrimi i Serbisë mbetet i qartë dhe konsekuent, se ajo mbështet fuqishëm praninë e vazhdueshme dhe angazhimin e plotë të UNMIK-ut. Ai tha se edhe pas më shumë se 25 vitesh, mandati i misionit të OKB-s akoma nuk është përmbushur dhe se sfidat në terren po bëhen gjithnjë më komplekse nga dita në ditë. Sipas tij, roli i UNMIK-ut nuk është vetëm relevant, por edhe i domosdoshëm. Gjuić shprehu besimin se dua mos e jo, sot të gjithë jemi të vetëdijshëm për pasojat e precedentit të krijuar në vitin 2008 me shpalljen e jashtme të pavarësisë së Kosovës. Të ndeje me kohë, paralajmëroam se pasi të shkelen parimet e së drejtës ndërkombëtare, pyetja është se si mund të dalim nga ky rreth vicioz. Çdo vend potencialisht mund të ketë Kosovën e vet, tha Gjuić. Sipas tij, që nga viti 2008 kemi parë një numër në rritje të situatave ku vihen në pikë pyetje statuset e rajoneve të ndryshme, provinca, territore dhe shteteve sovrane e anëtare të OKB-s. Në fakt, pas precedentit të Kosovës, pikërisht ky Këshilli i Sigurimit ishte i mbingarkuar duke u marrë me pasojat të atij precedenti, tha Gjuić. Mëtej, ai tha se për shkak të lëvizjes së njëanshme dhe incidenteve të motivuara etnikisht të kryera nga regjimi aktual i qeverisë së Prishtinës, i udhëhequr nga Albin Kurti, situata në terren në Kosovë po përkeqësohet dhe serbët po paguajnë çmimin. Shefja e UNMIK-ut të mbështesin dialogun përmbahuni nga lëvizjet e njëanshme. Karolin Zjade, shefja e UNMIK-ut dhe përfaqësuesja e posaçme e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, nga ana e saj, tha se misioni mbështet dialogun për normalizimin e marrëdhënieve dhe bëri thirrje që të përmbahen nga lëvizjet e njëanshme si të zgjidhen në mënyrë konstruktive problemet. Gjatë prezantimit të raportit 6 mujor për punën e UNMIK-ut, Zjade tha se kur e vizitoi në fund të marsit veriun e Kosovës, bashkëbishtësuesit e saj i theksuan mungesën e vazhdueshme të besimit ndërmjet institucioneve dhe shqetësimin për të ardhmen, duke marrë parasysh zhvillimet në rajon. Ata u ankuan për veprimet e njëanshme të autoriteteve në Prishtinë, përfshirë mbylljen e institucioneve serbe. Ata thanë se nuk shohin alternativë ndaj dialogut nën kujdesin e BE-s dhe se serbët e Kosovës mund të arrijnë vetëm një sistem të vetëqeverisjes brenda asociacionit të komunave serbe, tha Zjade. Ai gjithashtu dënoi sulmin që ndodhi në veri të Kosovës me 29 nëntor, duke theksuar se pret hetim të paanshëm dhe i gjithë përfshirës që do t'i sjellë autoritetet para drejtësisë.